Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po vazhdojmë të takohemi ditën e sotme në kanalin Monitor TV për të qenë sa më të freskët pranë jush edhe për të sjellë lajmet më të fundit që kanë të bëjnë rreth jetës së Gjestit, Eglit edhe njerëzve më të afërm të tyre. Dua të ndaloj tek një hulumtim që në fakt kanë bërë shqiptarët për në Instagramin e motrës së Gjestit dhe kanë zbuluar që Blerina nuk e ndjekën Eglin në Instagram. Që nga romanca e Gjestit dhe Eglit në mediat rose është mjaft i përfolur edhe raporti i Eglit me familjarët e këngëtarit. Një veprim i Eglit ka ngjallë reagime të shumta në rrjete pasi kishte hequr nga lista e ndjekësve motrën e Gjestit, Blerinën. Ani pse kjo e fundit nuk e kishte asnjëherë shoqe në llogarinë e saj. Fansat e çiftit kanë aluduar se raporti i tyre nuk është në gjendjen më të mirë, po vetë personat nuk kanë bërë ndonjë reagim të tillë. Kujtojmë se në festën e organizuar nga Big Brother, Gjesti dhe Egli ishin shfaqur bashkë dhe më të lumtur. Domethënë, Egli e ka hequr nga lista e ndjekësve motrën e Gjestit. Kjo nuk kupton që marrëdhënia mes Eglit edhe Blerinës nuk është një marrëdhënie e pranueshme, nuk është një marrëdhënie e bukur pasi që Egli është ajo e para e cila ka hequr automatikisht motrën e Gjestit nga Instagrami i saj. Sot Instagrami është një dokument, le ta quajmë, një përfaqësim i personazhit, i njeriut. Atë që ne ndjekim në rrjetet sociale, atë që ne ndjekim në Instagram, atë që ne ndjekim në përditshmërinë tonë që ne kemi aty është ajo që ne na përfaqëson dhe kë ndjek Eglin në Instagram, kush e ndjek Eglin në Instagram apo ana sjelltas janë miqtë të tyre. Sot të mos të ndjekën në Instagram, domethënë nuk ka respekt për ty dhe nuk të njeh. Kështu po ndodh edhe në marrëdhënien e Eglit edhe të Blerinës. Që do me thënë ta sqarojmë, është Egli ajo sipas shpjegimit që po bëhet dhe sipas ulumtimit, do ulumtoj edhe unë tani derisa po flas me ju nëse ka një ndjekje apo jo. Egli ndjek vetëm 636 persona, ndërto e ndjekën edhe Gjestin, ndërsa ta shohim Blerinën nëse e ndjekën, Blerina Kelmendi, Egli nuk e ndjekën në Instagramin e saj, ndërsa e ndjekën Gjestin. Kjo nuk kupton që marrëdhënia mes Eglit edhe Blerinës nuk është një marrëdhënie e mirë, ashtu siç duket nga rrjeti social. Dua të marr mendimin tuaj për këtë lajm i cili po bëhet shumë publik në rrjetet sociale.